Shumë i zënë me fushatën, Berisha e nisi me telefonat konferencën për shtyp. Doktori akuzoi sërish Ramën se i ka kopjuar gjithë programin, ndërsa për të njëjtat premtime e quan mashtrues. Kopimi i programit Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënjes dramatike të sondazhe, të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët i përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa, e përcollën me neveri të gënjen një herë, çdo njeri mund gënjehet. Nuk do thot gjë. Kur gënjen 2 herë, ke gënjue veten. Kundër Bashkimit Evropian për drejtësinë, me Bashkimin Evropian për ekonominë, por Berisha sërish është i bindur se Shqipëria nuk e meriton antarësimin. Natyrisht, respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian. Edhe njerë, në qoftë se ne nga aktet e para hedhim në lanë Ballkanin e hapur, ne u qëndrojmë besnik, luajal, të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbasi ato janë të studiuara se Shqipëria me këto rroga s'pranohet kurrë në Bashkimin Evropian. Rrogat janë një kriter shumë qendror. Ndër krye premtimet e Berishës është reformimi i drejtësisë, por nuk sqaron pse në listat e tij mban të shkarkuar nga vettingu, të cilët i propozojnë shkrirjen e SPAK. Se Partia Demokratike është e vendosur për një reformë të sistemit drejtësisë. Pse? Reforma është jetike, është imperative. Nuk mund të rrinë qytetar shqiptar pa të drejtë një procesi ligjor. Në fund, doktori nuk zbulon datën se kur Laçi Vita vjen në Shqipëri, pasi po e mban surprizë. Datën e ardhjes, unë ju garantoj që do vi, po e la si surprizë për Edi Ramën që t'i bjeri koks me tovolinë kur të vi. Sali Berisha sot në daljen e tij të përditshme në publik, po për herën e dytë rreth Skënder ai mban një qëndrim agresiv ndaj Bashkimit Evropian. Ti e preke pak në atë që the, pra që Berisha doli dhe bashkëfajtor Bashkimin Evropian për reformën në drejtësi dhe për atë që e quajti vendosjen e narkoshtetit. Megjithatë, nuk kemi dhe shumë kohë. Ndoshta do ishte mirë të futeshim tek ajo pyetja që unë bëra në editorial, ndoshta meriton e përgjigje. Sigurisht që Partia Demokratike ka meritat e veta në procesin teknik të integrimit. I përmenda unë 3 datat ku ajo ka kontributin e saj, si sigurisht ka kontributin e saj dhe negativ në blokimin e procesit të integrimit në një vit delikat që viti 2019, me krizën e madhe që është shkaktoi. Shumë veta thonë që ajo ishte një krizë e qëllimshme. Pastaj mbështetësit e Partisë Demokratike me drejt kujtojnë 3 ligjet e famshme të kryetarit Këshillit të Fierit e tjerë që ato u mbajtën peng nga Berisha, thotë Ditmir Bushati shkruan ata emailë në Bruksel, mos i hapni negociatat e tjerë, por flasim për ato gjërat që duken. Të dyja palët kanë kontribute pozitive, por dhe inpute negative kur vjen puna e procesit. Pse sa janë qëllimshme apo jo, pastaj kjo mbetet për tu verifikuar. Por deklarata e Berishës sot ti ku e klasifikon? Që është e dyta rresh për 2 ditë, 3 ditë. Spari në 2 drejtime, Sogol. Spari ka të bëj shumë, mendoj unë, me deklaratën e Komisionerës Zgjerimit, e cila piketoi vitin 2027, se është tjetër gjë kur e thotë Rama, sepse quhet propagandë. Quhet fushat, quhet mashtrim, i vëm gjithë etiketat. Kur thotë zyrtarja përgjegjëse për zgjerimin në Bashkimin Evropian, që në 2027, që realisht as Berisha, as vetë Rama, as kush, as ne që jemi këtu, nuk e kishim parë as në ëndër, as kumë. Jo, që negociatat dhe procesit të merrte këtë lloj përshpejtimi që ka marrë. Arsyet hajde t'i gjejmë dhe mund të rrim deri nesër të flasim. Por, nëse fotografojmë siç është, procesi ka marrë një përshpejtim i cili ishte i papritur. Dhe kjo e ka gjetur keq Berishën sepse e di që një avancim i tillë në kohë zgjedhjesh është karburant elektoral për kundërshtarin dhe është një karburant vrasës në këtë moment, sidomos në pozitën ku është doktori. Së dyti,
reagimin e Berishës unë e shoh edhe të rreshtuar në distancë me sherifin. Amerika dhe Europa në këtë moment kanë marrëdhënie shumë të këqija. Europa quhet çerdhja e fundit, sidomos kjo Europë e institucioneve. Konsiderohet çerdhja e fundit e Sorosit në hemisferën veriore. Në Amerikë i pastruam sorosistët. Tani kemi hallin e Europës, von der Leyen, etj, gjithë burokratët evropian, parlamenti, gjithë establishmenti, quhet një domen i papërshtatshëm sipas gjatësisë valës që ka administrata e sot me Trump. Mendoj që Berisha kërkon në mënyrë të gabuar, mendoj unë taktikisht, sepse Shqipëria pa harruar kurse rolin e jashtëzakonshëm që Shtetet Bashkuara kanë në fushën e sigurisë, Shqipëria nuk duhet kurse të humbas ekuilibrin mes këtyre dy poleve shumë të mëdha të botës sot me demokratike që janë Europa e Bashkuar një anë dhe Shtetet Bashkuara. Kam përshtypjen që Berisha gjuan pak edhe nga pozitat e trumpistit të improvizuar, që përpiqet tjetë. Fansit trumpist. Fansit, po, duke kujtuar se në këtë mënyrë i jep një goditje kësaj çerdhje soroiste, siç i jepte kujtoheni Antony Blinkenit, që hodhin gjyqe etj, dhe tani e shan me mbasi ka ikur. Mendoj që edhe ndaj Europës, për arsye se s'pari Europa mban marrëdhënie të mira me Ramën, dhe s'dyti Europa është marrëdhënie shumë të këqija me Washingtonin, unë besoj se Berisha e bën me intuit këtë lloj shumatorje dhe del në këtë lloj pozicioni i cili për mendimin tim është kundërproduktiv, sepse nuk është se të nxjerr diku. Nuk është se në Bruksel as ndryshojnë mendim dhe as ndryshojnë pozicion nëse ti i godet. Quhet fushat, quhet etj. Po çudi, pra se temi e djata europiane, SPAK-u, qofte formalisht, Berishën e ka të ftuar, ka pasur të ftuar në samitet e veta, pra e djata europiane që kontrollon në Parlamentin Evropian. Një Europian. djatë kryesore europiane që është Italia, sokol e kemi kujtuar në këtë panel. Tajani e përshëndetje kur u zgjodh Partisë Demokratike. Patjetër, vetëm më vonë Tajani ndërhyri që Berisha mos dilte kundër kampit gjadrit dhe Berisha bëri rezolut. Pra, edhe këtu, me djathën europiane besoj se ka i problem. Pyetja është fitim. Nëse në 12 maj Sali Berisha temi fiton zgjedhjet. Çfarë ndodh me procesin e integrimit? Ecën në të njëjtën mënyrë? Pra, a futemi ne, a integrohemi në MBE edhe me Partinë Demokratike në pushtet? Apo ky është një monopol që duhet t'ia lëm Ramës për momentin? Jo, nuk mendoj që mund t'i lihet Ramës, po ideja është që marrëdhëniet e qeverisë së kryeministit Berisha, nëse do bëhet e mundur kjo gjë me BE-n, do të jenë më të tensionuara, kjo nuk diskutohet fare. Sado që Berisha do përshtatet më një herë, kjo nuk diskutohet. Pra, këto qëndrimet që mban sot ato për krahun e shtetit nuk do jenë më, po do jenë të tensionuara sepse parasisht që ju thatë që ka marrëdhënie realisht mirë me djatën europian, jo nuk i ka. Jo, nuk i ka, tash formalisht, tash ata e ftuan në samite, ishte tani edhe në Kjo është opozita në gjykimin tim më e izoluar ndërkombëtarisht pas asaj të viteve 92-96. Në vitin 92-96 kemi pasur një opozitë shumë të izoluar ndërkombëtarisht. Takon vetëm disa njerëz në Itali, Akilo Keto me sa më mendem me radhë, dhe kaq ishte. Edhe në këto vite kontakti i opozitës shqiptare me ndërkombëtarët është minor. Po, edhe në internacionale socialiste u fut për umër rinor. As me ambasadorët e vendit të BE-s, në Tiranë nuk takohet dot, nuk ka kontakte. Pra kjo është e sigurt dhe lideri kryesor evropian Macron, Sanchez, Merz do të nesër. Mitsotakis duhet të ne evitoj edhe në funeralin e Dierit Anastas. Aty brenda është çështja Beleri që mund të ndihmonte. Teorikisht duhet të ishte më i hapur. Pra, do kemi marrëdhënie të tensionuar, ndonse Berisha do përpiqet ta zbuz, ta rregulloj, por do varet totalisht nga marrëdhënia me SPAK-un. Reforma në drejtësi është... Besoj e dëgjuat që ata sërish për SPAK-un. Bashkimi Evropian, kur foli për çështjen e integrimit, tha që arritja e vetme... që Bashkimi Evropian bashkë me qeverinë... Po pra, mbrojtjen e kontrollit. Jo, donin ta linë në vendin pa opozit. Pra, synimi është ta linë, duhet referohet pa disnajtin ndaj do varet shumë nga qëndrimi që do ketë qeveria, që besoj do ketë qëndrimin që po deklaron tani e kryeministit Berisha ndaj SPAK-ut, që SPAK-u duhet shkrihet. Pra do duhet të mos ketë më. Dhe këtu do ishte në collision course tonë ju me BE. Absolutisht fare, besoj që do kishte një problem serioz në marrëdhëniet e Shqipërisë me BE-n, sepse thashë herë von der Leyen, Macron, Merz nesër, kryeministri austriak edhe të gjithë të tjerët. Nuk do ta
policia nuk do ta meritonin këtë gjë. Pra do kishte vërtet presion evropian për ta bërë këtë gjë. Pra do ishte në kohë Berisha do orientohej drejt marrëdhënieve me presidentin Trump me radhë. Nëse do fitojë, flasim nëse do fitojë, sepse unë mendoj që Shqipëria është në situatë problematike. Nëse do duhet ta vazhdoja në logjik, atëherë i bie që një kryeminist Berisha ta pengonte integrimin evropian, Skënder? Ja, dëgjoj, zyra bën njeriu sot. Sidomos bën edhe rrethanat e qeverisës. Ky Berisha sot që sulmon Brukselin, natyrisht që nesër në zyrë eventualisht do donte që të gjithë këtë avancim që ne po bëjmë për arsye komplekse në raport me integrimin, ta merrte ta bënte vetin të vazhdonte